Shtëpia e Enver Hoxhës në Gjirokastër pritet të rimarrë sërish statusin muze, ushtuar ish diktatorit. Kureshtja dhe interesi i madh i turistëve të huaj, por edhe i atyre vendas, për të njohur me të kaluarën e Enver Hoxhës, ka bërë që zyra e turizmit dhe drejtoria e muzeumeve në këtë qytet të rishikojnë këtë status për një rikthim të mundshëm të tij. Tashmë janë 2 projekte me ambasadën izraelite dhe programin IPA, të cilën synojnë të rikthejnë relike dhe sende personale të Enver Hoxhës brenda në ambientet e ish shtëpisë së tij, tashmë muze etnografik. Magdalena Margariti, shefe e zyrës së turizmit për Ambashkisë Gjirokastër, thotë se kjo është edhe arsyeja e rikonceptimit e cila bezohet në interesin që turistët tregojnë për të vizituar këtë shtëpi. Muzeu etnografik në Gjirokastër është njëkohësisht dhe shtëpia e lindjes së ish liderit komunist Enver Hoxha. Për këtë arsye është një nga destinacionet më të kërkuara dhe më të vizituara nga turistët. Janë konceptuar 2 projekte, synojnë pra si thash rikonceptimin dhe kthimin e tij kryesisht në një muze të diktatorit, me objekte të përdorura, me objekte që pasqyrojnë psikologjinë e kohës, për jetën e tij, për natyrisht edhe për jetën e qytetit. Nga ana tjetër, Dëshira Subashi, drejtoresha e Muzeut Etnografik, thotë se interesi i turistëve është tepër i lartë. Muzeu etnografik është ngritur këtu në këtë banesë, që konsiderohet shtëpia ku ka lindur Enver Hoxha. Ka qenë muzeu i luftës para 91-shit. Nga viti në vit, numri i vizitorëve vjen duke u rritur. Kjo banesë ka vlerën e saj si banesë gjirokastrite, ku dominojnë punimet e drunit, tavanit. Kjo shtëpi në memorien e qytetit të Gjirokastrës lidhet me figurën e ish diktatorit Hoxha dhe përpjekjen e regjimit komunist për t'i dhënë asaj madhështinë e denjë për një udhëheqës.